Tani, jemi i hapur. Nuk kam në absolute asnjë lloj sentimenti, dihet cilat janë sentimentet e mia për Erion Velin. Por sentimentet e mia për Erion Velin dhe sentimentet e mia për ligjin janë të ndryshme. Janë të ndryshme dhe do jenë gjithmonë të ndryshme. Ndaj edhe unë i kërkoj me urgjencë avokatit të shtetit, avokatit të popullit, të normal një hetim të plot mbi qëndrimet e Edi Rams, Erion Velis, si personazhe kryesore në këtë puntat të serialit Narkos. Çfarë ndodh? Si mundet që një burgosur të nxjerrë shkresa me firmë dhe vul? Përveç të tjerash, se më doli nga mendja, ai zotimi i fundit i djeshëm i tij është marrë pa praninë e avokatit. Avokati nuk është thirrë i pranishëm në takimin që është bërë, nëse është bërë fare takim. Nëse është bërë fare takim me Erion Velin ku ai mohon emrimin e Sara Goxhaj, atëherë ata të hetojnë. Të hetojnë se është absolutisht e ndaluar të takohesh me një të burgosur zyrtarisht pa praninë e avokatit. I çon ati përpara një plumë në zarf, apo e droguan, apo çfarë i bën, këto nuk i diun asnjë. Po këto pikpyetje po shtrohen mbar kudo. Pra, është i domosdoshëm një hetim nga avokati i popullit, i bëj thirrje dhe zyrës OSB-s të mbikëqyr këtë fenomen, këto zhvillime që nuk ekzistojnë, që pasurojnë shumë serin e narkosit. Edi Rama thret në zyrë dhe kërcënon egërsisht punojës bashkisë. Në një kohë kur ata me kushtetut janë të pavarur prej tij. Nuk ka asnjë tagër për të thirrë punojësit e bashkisë për çështjet e bashkisë, për të ngarkuar detyra për çështjet e bashkisë. Bashkia është e pavarur nga ekzekutivi. I thret dhe i kërcënon. Ja u mbyll dyert dhe nxjerr jashtë. Janë zhvillime dramatike. Koskash mafioze. Por, skenarit i prind Donetvini, Padrinoja. I prind Padrinoja, si që shifni. Thasht informoj shqiptar për të gjitha këto në mënyrë që të din. Dhe kur shifni ju që gjithë këte skenar përpiqet ta mbuloj me shkëmbime idilike me Lulbashën, me Lulbravën, dhe Unikatilin. Jo kënga thot to, jo kënga thot ato. Po mund të mbuloj, mund të mashtrohet një kombitër me gjërat e tilla. Mos u çudit për këtë që them unë. Shko pyet në për redaksi, se si mirën telefon redaksit dhe u thuhet mos më harroni këtë idilën e ri me Bashën, me Bravën. Po, është e vërtetë ajo. Sepse mendon se në këtë mënyrë po i mbulon këto akte. Është gjaktësia ekstreme një mafiozi, e Padrinos, e një kryetarit organizatës kriminale, siç është Edi Rama. Faleminderit, unë besoj se kalojmë te pyetjet.